Veç a ditë kanë lëshue, veç a ditë kanë lëshue, duhet me konë me pas ujë për shembull, po këta kanë bo shkaku për vota. Ç'është? Po që për shembull këto s'ka qesëm. Në këtë kanal janë investuar 9 milion euro nga Ministria e Bujqësisë. Pikërisht në këtë vend, para disa ditë kryetari i Podujevës së bashku me Ministrinë e Bujqësisë kanë përëruar këtë kanal e që nuk ka ujë. Ky kanal që u përërua nga Ministria e Bujqësisë një projekt i madh, parasheh shfrytëzimin e urave nga lumen dhe burimin nëntoksore, duke krijuar një rrjet ujitje për fermerët e Llapit. Investimi është i mirë edhe ky kanal ka duhet me konë ky kanal këtë farë lagjen tonë për shembull, por deri se po investimi është po nuk e kanë rregulluar si duhet. Edhe kanë promovuar para se me përfundue punimet. Ta për shembull që a ka ujë sot? Jo, nuk ka ujë. Kjo duhet me konë me pas ujë për shembull, po këta kanë bo shkaku për vota. Të për shembull që ku kanë lënë qëre, atje stam. Që ujt, që atje stam. Ujt, këtu është poshtë lëg. Ku me shku ujt, për shembull për pjetë atje. Do të bëhet ujt rrap për gjysë, jetë ujt, këtu mësme domon, po s'ka ujt, ka posa e qelë, me qelë arën, për shembull në arë, ujt ka dhe për tënë. E veç a ditë kur u konë ministri ka pos uja po? Veç a ditë, kanë lëshue, veç a ditë kanë lëshue, po e valloj, qëre, kur të përfundon, për shembull kanë përfundu krejt, për shembull, deri në fund ku kanë ato investimet që ka duhet me bo, po o konë në rritë, po s'kanë krye, nuk e kanë krye krejt. Sa i përket kanalit në Lopsh, ne kemi tentuar të marrim edhe një përgjigje nga kryetari i komunës së Podujevës, por që i njëjti nuk ishte në zyre.